Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish në lidhje me debatin mbi rritjen e pagave të gjyqtarëve, duke i kthyer dhe një përgjigje shoqatës së gjyqtarëve, e cila tha se po ushtrohet presion ndaj tyre. Kreu i qeverisë qëndron mendimit se iniciativa e tyre për të rritur vetë pagën është një përpjekje pa justifikueshme dhe pa pranueshme. Rama thotë se shoqata e gjyqtarëve shfaqet si një parti politike dhe me një gjuhë sipas saj të papranueshme për ato çka ato përfaqësojnë. Papranueshme dhe është e pagëlltitshme për t'ju imponuar parlamentit dhe qeverisë përmes pushtetit gjyqësor dhe për t'i rritur pagat vetes gjyqtarët me gjyq. Dhe këtë shqetësim publik unë kam shprehur si palë në emër të një pale. Një pale me të drejtën për të mbrojtur interesin e vetë, në këtë rast publik, në gjykat. Pra, në emër të pushtetit ekzekutiv, po edhe si kryetar i shumicës parlamentare. Është hera e dytë që ndodh që ka një habi shoqëruar me një përpjekje për të më mbyllur gojën, kur në fakt u flas në emër të çka përfaqësoj me votën e shqiptarëve në mbrojtje të një interesi për të cilin jemi në gjyq. Pra, jemi palë. Dhe befas shoqata e gjyqtarëve shfaqet publikisht si një parti politike, me një gjuhë të papranueshme dhe të pa justifikueshme për ata të cilët përfaqësojnë pushtetin gjyqësor, pra përfaqësojnë një pushtet i cili arbitron dhe jo një arbitër i cili thot bilbili është i imi, topi është i imi, penaltin do ta gjuaj vetë dhe porta duhet rri pa portier. Sipas tij, gjyqtarët nuk mund të kenë përsi mbi shoqërinë dhe shtetin, sepse asnjë vend i botës nuk e lejon. Ai gjithashtu tha se një gjë e tillë ju lejohet SPAK dhe GKK për misionin që kanë ndërmarrë, por shtoi se ato po përballen me presion, sakrifica dhe ndonjëherë edhe me rrezik për shkak të grupeve kriminale. Një problem i madh dhe serioz. Ju zotëri kërkoni 37 milion euro plus nga buxheti i shtetit për t'i rritur vetes tuaj pagat. Kjo është e vërteta që nuk e luan topi. Dhe ju kërkoni që pagat e prokurorëve të SPAK-ut, të cilët edhe herë tjetër për SPAK-un e veçoj sepse nuk i është bashkuar dhe respekte, nuk i është bashkuar kësaj përpjekje absurde. Nuk ka firmosur për të qenë palë në gjykatë kushtetuese për ta çuar pagën e vet 9.800 euro. 9.800 euro. Ndërkohë që sot aktualisht pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve SPAK-ut janë rreth 6.500 euro. Pra 3.000 euro doni ju t'i rrisni pagat vetes në muaj me një vendim gjykate. Ku jeni ju këtu? Ku jeni ju këtu? Çfarë kërkoni ju? Kreu i qeverisë theksoi se ishte i habitur me reagimin e shoqatës së gjyqtarëve, ndërsa shtoi se kërkesa e saj është unikale në historinë e Europës.